Pamundësia nuk është vetëm një betejë shifrash, aq më pak një problem thjesht shqiptar, dhe 1 maj është një ditë më shumë në kalendarin e çdo qeverie, edhe të atyre që u përkasin vendeve të zhvilluara për të luftuar këtë fenomen. Në këtë 1 maj, kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në panajirin e punës, i cili ofron 6200 vende të reja për të promovuar politikën e fundit të qeverisë në nxitje të punësimit. Dhe për çdo të punësuar të ri, pavarësisht nga mosha, ne si shtet do të marrim përsipër pagesën e plotë sigurinë shoqërore për një vit, duke lehtësuar sipërmarrjen dhe nga ana tjetër do të ofrojmë 4 paga minimale. Sipas kryeministrit Rama, Shqipëria duhet shkëputet nga mentaliteti që sheh shtetin si të vetmin burim punësimi dhe ky panajir është një mundësi për këtë. Ka të rinj që thonë pse në call center do punojmë ne. Kuptohet që mes një call centeri dhe një pensioni si drejtori dikuj që nuk shkon as në punë, tendenca për të preferuar të dytën është në fakt një tendencë për të mbyllur vetes rrugën e të ardhmes, sepse Shqipëria nuk do të shkojë duke bërë mbrapa. Shqipëria do të shkojë duke bërë përpara dhe në Shqipëri që do të shkojë duke bërë përpara do të jetë gjithmonë më e vështirë për më të rinjt që të vazhdojnë të jetojnë duke pritur nga prindrit e tyre apo duke pritur rent nga miqt e prindrit e tyre përmes shtetit. Panajiri i punës ofron vende të lira në sektorin bankar, në sektorin e ndërtimit, në fushën e sigurimeve, por peshën ndërmuese e mbajnë industria fasone dhe call center. Kemi të punësuar deri tani 450 veta në punë tash dhe kërkojmë 500 të tjerë. Vetëm dje kemi bërë 180 intervista, kishim 180 aplikantë, të cilët pjesa më e madhe flisnin shumë mirë italisht. Pallati i Kongreseve sot paraqiste 2 realitete të ndryshme. Në ambientet e brendshme, biznesi kërkon të punonjës, por jashtë protestonin qytetarë të papunë. Shoqata e të shkarkuarve nga administrata ka protestuar kundër qeverisë, duke cilësuar këtë panajirin e papunësisë. Më vjen keq në zanatin tim. Ka qenë shumë. Nuk e di se fare, po. Se më lart, me çfarë do paguaj drita? Uj, me çfarë do ai? Ku është 6200 vende pune edhe. Jo, ja, po nuk jam për fasone, unë jam me shkollë të lartë. Jam për fasone. Inxhiniera mekanik. Aty ke kërkoj një inxhinier. Jo, isha në profilin tim. Dhe po thoshim në këtë mos nuk më merr njeri mua në këtë mos zotëri. Dhe unë do përtasim të çoni në vendin e punës. E vërtetë nuk është punë, nuk është profesion. Po ti çfarë bëri ti 80 vjet? Për ti të llapë dhe ti 80 vjet. Zotëri, jep dorën, hajde shkojmë. Unë të jap dorën ty të më jep në atë punë ordinere. Jo, punë 1000 euro. Isha në vend. Po i fare 1000 euro. Hajde do të shoj.